Shejtanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Falëndërimi takon Zotit Madhrishëm. Paqja qoftë mbi të dërguarin ton fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të bekuar. Na bëv Zoti edhe neve prej tyre. Amin ajmain salihin siddiqin ulaika rafika. Sigurisht pra iftari ka atë hijeshin e vet, sepse dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha agjeruesi ka dy gëzime, një gëzim kur të takoj Allahun dhe gëzimi tjetër është kur të bëj iftarin. Sigurisht pra pejgamberi alayhi salatu wassalam na mësoi që edhe çështja e iftarit pra ka një do të thotë një solucion, një zgjidhje. Shumë njerëz për shembull ne i shohim që në vend se të bëjnë iftar, thotë bëj falje akshamin po pastaj po bëj iftar. Ama pejgamberi selam ka thonë se një herë ti duhet bësh iftarin, pastaj të lidhësh namaz. Për shkak se njeriu pastaj do të mendojë te ushqimi e jo tek ibadeti dhe